Ndodhem në fushën naftë-nxjerrëse të Marinzës, ku punëtorët e kompanisë Bankers, pra naftëtarët, tashmë ditën e sotme kanë filluar protestën pa afat, ndërsa 10 prej tyre hynë në ditën e dytë të grevës së urisë. Kur themi protestë e naftëtarëve pa afat, ata kanë braktisur vendet e punës dhe 400 puse të nxjerrjes së naftës të kompanisë Bankers janë në mëshirë të fatit. Pra, le të marri masat vetë kompania Bankers. Ndërkohë ne kemi ardhur këtu në protestë, fillimisht po takojmë Dritanin, i cili drejton dhe këtë protestë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ndjeni sot kur kanë kaluar 24 orë nga dita e parë e grevës së urisë? Vazhdojmë të ndihemi të motivuar, siç edhe e pat, gjithë punonësit janë këtu. Është dita e dytë e grevës, ku sot punonësit kanë pezulluar punën dhe janë në mbështetjen e Këshillit Drejtues të sindikatës, të cilët kanë hyrë në grevuri dhe ata dita e dytë sot në grevuri. Vazhdojmë të jemi vendosur për kërkesat tona. Kërkojmë trajtimin me dinjitet, paga dinjitoze, rritjen e fondit të pagave dhe shpërndarjen e tij për pagat që janë të ulta. Ndalemi pak tek pjesëmarrësit e grevës së urisë. Si ka qenë gjendja e tyre shëndetësore gjatë natës? Gjatë natës ka qenë përgjithsisht mirë, ka qenë ftohtë, më thënë drejtën, por çunat janë të motivuar për të vazhduar dhe për të qëndruar deri në fund. Domethënë me gjëra problemet të vogla në një dhimbje kokë në gjë të lehtë. Sot ka nisur protesta e kolegëve tuaj naftëtarëve pa afat. Çdo të thotë kjo? Të gjithë punonësit dhe anëtarët tanë të sindikatës dhe punonësit të tjerë na janë bashkuar këtu në një grevë, ku kanë pezulluar punën, nuk janë paraqitur në punë sipas vendimit që ne kemi marrë për grevë dhe nga ora 7 e mëngjesit dhe në vazhdim pa afat do të jenë këtu së bashku me grevicët në grevuri. Sa puse janë lënë në mëshirë të fatit? Janë rreth 400 puse që operojnë në vendburimin Patos Marinës, që janë administrim nga shoqëria Bankers. Pra, fati i tyre? Fati i tyre din pronarët. Keni patur ndonjë telefonatë, ndonjë takim me drejtues të kompanisë që u kanë thënë për të lënë grevën apo do plotësojnë kushtet? Deri sot nuk ka pasur asnjë lloj kontakti nga kompania, por ne qëndrojmë të vendosur dhe shpresoj që të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë padrejtësinë që po bëhet punonjësve dhe t'u japin ato që u takon, me të vërtetë që u takon. Faleminderit. Do të mundohem tani që të marrë dhe opinionin nga disa naftëtarë tjerë protestues. Përshëndetje, do na thoni 2 fjalë për protestën. Protesta është legjitime, ne nuk dalim nga protesta derisa ta plotësojmë kushtet tona. Sot e keni pezulluar punën? Sot është pezulluar e gjithë puna, gjithë fusha është këtu. Puset e naftës janë në punë, nuk dim asgjë, s'kemi asnjë informacion. Faleminderit. Do të mundohem tani që të marrë edhe ndonjë protestues tjetër. U përshëndes, 2 fjalë për protestën që keni nisur? Po, ne do të qëndrojmë të vendosur, derisa të arrijmë kërkesat tona. Kaq kisha. Puset? Çfarë do bëhet me puset? Si jemi te puset ne jemi te magazina qendrore. Jeni në sektor tjetër. Shiko, ne nuk duam që të dëmtojmë kompaninë dhe në çdo sektor është lënë dikush që të kujdeset për diçka, por shumica e punëtorëve po përpiqen të vinë këtu sepse duan të arrijnë bukën e kalamajve, kur i thonë. Faleminderit. Atëherë do të mundohem tani që të hyjmë në ambientin. Kjo është godina që si pronë është e kompanisë Alpetrolit, por që është lënë të përdoret nga punonjësit nga sindikata e naftëtarëve. Është me qera. Pra është marrë me qera nga sindikata. Këtu janë greva e urisë, pra kemi 5 prej naftëtarëve që janë në grevën e urisë. U përshëndesim, të themi ndonjë ditë e mbar, e kemi çik s'ka për mbarsi, po inshallah u zgjidhen problemet tuaja. Mund të afrojni që të na thoni 2 fjalë? Si e keni kaluar natën sot? Ja të afrojmë pak. Përshëndetje. Si e keni kaluar natën sot? Atëherë, nata ka qenë goxha e vështirë këtu për shkak të kushteve që është goxha ftohtë. Edhe vendburimi këtu ka shumë lagështi. E kemi pasur goxha të vështirë për të gjetësuar. Siç e shikoni, edhe jemi akoma në gjendje gjumi. Është e vështirë. Por padyshim që do qëndrojmë fort deri në plotësimin e kërkesave.
do vazhdoj greva deri në vetë flijim derisa të Greva jonë e urisë është pa fat, ne do qëndrojmë tu. Do vazhdojmë, bile edhe jashtë kemi çunat e tjerë në mbështetje që kanë pezulluar punën, janë në grevë. Kështu që ne jemi shumë të vendosur të qëndrojmë në grevurie. Pra u janë bashkangjitur dhe kolegët e tjerë. Po, patjetër, janë jashtë në mbështetjen tonë dhe i falenderojmë shumë që janë. Faleminderit. Faleminderit juve. Pra ky është një nga ambjenti, një nga dhomat ku naftatarët protestues pra thonë deri në vetë flijim, derisa të plotësojnë kërkesat e tyre. Pra janë dy ambiente që zhvillohet greva e urisë. Do të shkojmë në ambientin e dytë. Ati ishin 4 prej grevistëve, këtu janë pjesa tjetër. U përshëndesim. Si jeni gdhirë në këtë ditë të sotme? Pak ftohtë. Mera. Eduard Selami. Eduard, si jeni gdhirë këtë ditë të sotme? 24 orë nga nisja e grevës së Me urisë. ftohtë, ishte pak ftohtë nata, po themi se do t'ja dalim. Do t'ja dalim. Kemi hyrë për një kauzë që ne e meritojmë këtë gjë që po kërkojmë. Bledi? Përshëndetje. Përshëndetje, mund të afrohesh pak? Po, nëse patjetër. se ke besi sepse ishte... Nese. Po. Ne kemi një thirrje për kompaninë, për kolegët tanë që po na mbështesin me shumë forcë, por kemi një thirrje të veçantë për kompaninë dhe ja bëjmë të qartë, domethënë që ne nuk dalim që këtu të gjallë, qofse ata nuk ndryshojnë mendim në kuptimin se si trajtojnë punonjësit dhe si bëhet rritja e pagave, si bëhet bisedimi me sindikatën. Ne që këtu e kemi të vendosur, të paktën ne kryesia e sindikatës nuk do lëvizi që këtu. Si ka qenë një natë? Si natë e parë presim të jetë më e vështirë, por nuk është se kemi kushte, shokët duan të na mbështesin gjithë, shumë duan të vinë të futen këtu me ne në grevë, por ne nuk kemi vende, s'kemi hapësira, megjithatë mendoj që ne 10 jemi okay. Pra ka dhe naftatar të tjerë që në qoftë se gjeni është në të sore... Janë mbi 40. Vështirësën, mbi 40... Mbi 40 që duan të hyjnë në grevë, nuk kemi kushte ku t'i mbajmë. Ne të paktën ne të 10 një herë, qofse nuk arrihet marrëveshja, këtu do na kenë. Po. Juve, si keni kaluar natën? Ka qenë e vështirë? E vështirë, disi, po si natë e parë jo dash. Shpresojmë të dalim, jo shpresojmë, po të dalim. Kemi vendosmëri. Juve? Po, kemi pasur, na kanë mbështetur shumë dhe antarët, kanë ardhur për vizitë deri në orët e vona dhe jemi optimist. Kemi arsye të mirë për të duruar, kështu që jemi optimist, do t'ja dalim. Domethënë ju jeni të vendosur nuk dilni nga greva? Nga greva jo. Nga greva nuk diskutoj të Ka dalim. patur ndonjë kontakt, ndonjë telefonat, Jo, ndonjë jo, bisedë jo. që kanë ardhur, kanë takuar? Deri tani jo. Deri tani jo. S'ka ardhur askush. Askush. Ne i kanë injoruar totalisht. Faleminderit. Pra këto ishin dy ambientet ku naftatarët janë futur dhe po zhvillojnë grevën e urisë, ndërkohë që do dalim në ambiente përsëri jashtë ku 10 naftatarët që janë në grevurie, pjesa tjetër e punonjësve, kolegët e tyre i mbështesin dhe kanë hyrë në grevë pa fat. Domethënë këtu vinë gjatë gjithë kohës nga mëngjesi deri në mbrëmje, vinë kolegët e tyre, interesojnë për shëndetin e tyre, por siç tha edhe drejtuesi i sindikatës, puzet janë abandonuar, janë 400 puzë prodhimi që janë abandonuar, janë lënë në mëshirë të fatit, ndërkohë që deri më tani askush nuk ka ardhur të interesohet për gjendjen shëndetësore të punonjësve që janë futur në grevën e urisë, por dhe të thonë se çfarë hapa do të ndërmarrin për të plotësuar kërkesat e këtyre naftatarëve që janë në grevën, janë në ditën e dytë të grevës së urisë dhe të protestës së përgjithshme.